Haxhi, shtash jetë organizu, domethënë elhamdulillah, çdo muaj ki kështu grupe që shkoni. Ne kem për shembull muaj ngusht, august, domethënë ku është kulmi i verës, edhe bile me të kallëzu drejtën, kisha ato dyshim. Unë kisha edhe para juve, domethënë kisha edhe në Korrik, domethënë ne të vetmit ishmi shka kena pasur në Korrik edhe ngusht. Domethënë prej Maqedonie i na kanë të vetmit çka kena pasur në Korrik edhe ngusht. Pse umregjit frikën prej nxehtit. Po çfarë do të mendon? Nxehti më na trego për klimën. Absolut. Unë mendoj se çdo kohë është atje nxehtë. Po, domethënë nuk ka atje edhe në janar është nxehtë. Domethënë po ato mendojmë se pse te na është dimën e atje është pak më butë. Ndoshta nata apo mëngjesi është pak por atëherë jena në gjumë. A për ndryshe dita edhe verës edhe dimnit atje është nxehtë. Po, ma veç du të me va shpjegu umrezgjive ose atyre që kanë plan me shku, është nxehtë i përballueshëm. Absolut. Domethënë, atje nëse e shohmë sepse unë e shoh shumicën cifrat e numrat 50, 45, ama atje gjithçka përballohet. Domethënë, është vetëm i thotë është, klimë thotë. Domethënë përballohet, para më në avgust kam shtash me Xhivislimin, ina knosit se kina ni, bile edhe ropa këshi, flat, sen, sidomos pina ksham deri në namaz sabat, është një flat, një qetësi, para sabat, subhanallah. Ma gjia fetin, shkojshmi para sabat, s'kishbi, nuk njët, nxehtësi, lodhje, kur zon nuk njët.